Fshati Kolanec ndodhet vetëm 3 kilometra larg nga qyteti i Maliqit. Ai shtrihet përgjatë një peizazhi malor të mrekullueshëm dhe cilësohet si një nga më të bukurit e zonës, me rrugica të shtruara me kaldrëm dhe shtëpi të ndërtuara me mur guri. Banorët aty merren me bujqësi e blegtori, duke prodhuar thuajse gjithçka që ka nevojë për familjet e tyre. Me bujqësinë, me perime, me të tëra këto gjërat e shtëpisë pastaj të tëra. I tregtoni apo edhe i keni vetëm për veten tuaj? Për veten tonë. Kështu ushqimet blemë. Po këto gjërat e tjera i kemi vetë. I keni bio apo ja? Po. Bio i kemi. Drita sot është 80 vjeçe. Ajo tregon se gjatë gjithë jetës nuk i ka haruar traditat e të parëve, duke u munduar t'ia lërë trashëgim edhe brezave të rinj. Edhe me kohën e parë kemi rojtur, bejmë trano, si i thon tran temël, tran tartë, dromka, pejtka, të tëra këto gjërat i bejmë. Pra, kujdeseni t'ja u kaloni dhe brezave të rinj dhe mbesave dhe nuseve? Po. Nuset po. Kanë dëshirë? Kanë dëshirë shumë. Unë nusën e kam. Po ka shumë dëshirë që i ben, si që kam thënë. Edhe ndjeni mirë kështu kur ja u kaloni dhe brezave? Shumë si që keni mësuar nga gjyshën tuaj? Shumë mirë. E po dimri e shiqati do të tëra gjerat në shatë. Vitet e fundit, Kolaneci ka përfituar edhe disa investime, të cilat duket se i kanë dhënë një pamje edhe më të bukur. Madje ka edhe qytetarë të cilët të ardhur nga rrethet e tjera kanë blerë shtëpi për të kaluar verën, ndërsa her pas here Kolaneci vizitohet edhe nga turistë të huaj.